një sen e kisha thonë që më ka me gjek edhe i ku më thonë shimujcave, sidomos diasporës. Mos o tot me thonë që jam musliman. Bravo. A kupton? Kur kom filluar me punu me një vend, në fillim, më ka thonë, tha ti e ki emrin Gjan. Thash jo lloj. Baba em në neme më kanë gjitë emrin Adnan. Tha jo, tha ti e ki Gjan, tha jepi Italie. Dhe kemi mandru emrin, dhe kemi mandru nacionalitetin. Thash jo vllai mirë. Thash unë jam shqiptar. Mos ofrio. Pasha Allahin respektin më të madh kije. Kur je sinqert, i kur je drejt. çaj çka je. Se ti edhe me desh më bu që të kush sën ki më bo. Sa bo. Sa herë kur do ka me dal boja. Po A vallahi. këta masani ki mu duk më i keq. Më e keq. Si të dime, ti nërë që sa është pas karaj. Banë qaj që i je, edhe nëse nuk i je praktikant, thuj qaj që i je. Po da po. A kupton? Po da po. E për fat keq ka disa që i shmangin këtive. A kupton? Tutor me thonë që jam shqiptar, bon italian. Vet italiani më ka thonë, pashallah, vet italiani më ka thonë se dul që ta shkima vet. Italianin e ka pas një mushteri, edhe ishme të bisedu. Tha, shka i ti? Tha, shqiptar jam. Tha, faleminderit për juve. Italian më ban. Tha, pse shka? Po tha, ju ini që na keni bani vetë më dhoj. Pashallah, po. Tha, qish po menon, unë e di se ku e kish pak, po kisha qef me blej ma shumë, a tha, na që njifmi në Amerikë, pizza më të mira, italian. Jo, shqiptari ka. Ama ka prezentu, italian. Italian. Po, Gjan, Mike, a këta. Italiano, a këta, dy fjallë që ka pas lidhe. Kështu që i banu vetë vetja, vëllai mirë, mas mirë ti. por si shumë e mirë dhe Vallahi. fuqishme.